Televizioni Shenja shënon 10 vjetorin, një dekad në mbrojtje të së vërtetës, një dekad pa kompromis. Deputetja e LSDM Slavjanka Petrovska thot se mungesa e debatit rreth rezultateve të mëparshme solli humbjen aktuale. Mbanin ushqimet atë pasigurta, mbyllen 15 fast fooda që shisnin sanduiç dhe tosta pranë shkollave. Kosova ka shkruar historinë, siguroi për herë të parë fazën e play-offit për kampionatin botëror. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55 në televizionin Shenja. Televizioni Shenja sot shënon 10 vjetorin, një dekadë zëri, këmbguljeje dhe të vërtete. Gjatë këtyre viteve, Shenja është dëshmuar si zë i qytetarëve dhe institucion i paanshëm që nuk është përkulur para presioneve. Sot, Shenja hyn në dekadën e re, edhe më e fortë dhe më e përkushtuar ndaj informimit të drejtë e të besueshëm. Vazhdojmë rrjedhën e informacioneve. Deputetja e LSDM Slavjanka Petrovska thot se ka shumë arsye që qua në humbjen e LSDM-s në zgjedhjet lokale. Sipas saj, mungesa e debatit rreth rezultateve të zgjedhjeve të mëparshme kontriboi në humbjen aktuale. Petrovska thot se kreu aktuali i partisë Venko Filipçe ka një detyrë dhe sfidë serioze për të gjetur një mënyrë që LSDM të dalë nga kjo situatë. Shumë arsye quan në humbjen e LSDM-s në zgjedhjet lokale, e cila për fat të keq është më e madhja në historinë e ekzistencës së LSDM-s. Kështu shpreh deputetja Slavjanka Petrovska në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Ai thotë se situata nuk duhet të injorohet, as të lihet në dorë të fatit, dhe shton se mungesa e debatit rreth rezultateve të zgjedhjeve të mëparshme kontriboi në humbjen aktuale. Zatoa zoshto minata të godina. Nëse do ta pyesja veten dhe do t'i përgjigjesha pyetjes suaj, do të thoja se na duhen disa orë transmetim për të renditur të gjitha arsyet. Megjithatë, me një fjali do të thoja se mos përgjigjja e pyetjeve, se pse pësuam humbje vitin e kaluar dhe nëse doni të kthehemi te ciklet e zgjedhjeve lokale në vitin 2021 dhe rezultati, i cili megjithse ishte i favorshëm në vitin 2020, mbi bazën e të cilit formuam një qeveri atëherë, përsëri nuk ishte i kënaqshëm sipas mendimit tim. Ajo ka një koment edhe për udhëheqësin e partisë. Sipas saj, kreu aktual i partisë Venko Filipçe ka një detyrë dhe sfidë serioze për të gjetur një mënyrë që LSDM të dalë nga kjo situatë. Za žal imavme jedan kongres koji se odloži. Një parti si LSDM, edhe kur ishim në opozit, është absolutisht e nevojshme për Maqedoninë, për hir të qytetarëve, dhe që të mos lejojmë që të përsëriten disa skenar nga e kaluara e afërt, ku na u deshën vite për të liruar nga një regjim. Në çdo vend, veçanërisht në një mjedis të tillë, opozita është e nevojshme për qytetarët dhe për shtetin, kështu që kryetari duhet të ofrojë, siç thash, një program, një platformë ose çfarëdo që të quhet ai propozim. E pyetur nëse edhe pas këtij rezultati zgjedhor Filipçe duhet të vazhdojë të jetë kryetari i LSDM-s, Petrovska dha një përgjigje prej politikaneje. Tha se funksionimi i partisë nuk lidhet vetëm me një njeri, por u shpreh se është shumë e rëndësishme që pas kësaj humbje, LSDM të dalë me një ekip njerëzish që do të dinë ta kthejnë partinë në rrugën e fitores. Për ndryshe, kreu i partisë Venko Filipçe pas rezultateve të dobta zgjedhore kur u pyet për dorëheqjen e tij, ajo përgjigj se nuk e ka ndërmend të bëjë një gjë të tillë, pasi tha se ai në krye të partisë është për një kohë të shkurtë. 15 fast fooda që shisnin ushqime pranë shkollave janë mbyllur nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë pasi kanë shitur ushqime të pasigurta. Nga 445 kontrollat të kryera, në gjysmën e tyre janë gjetur parregullsi të ndryshme. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur 15 ndalime për ushtrimin e veprimtarisë ndaj operatorëve ushqimor. Si rezultat i 445 kontrolleve inspektuese të kryera gjatë 10 ditëve të fundit. Ndërkaq, janë sekuestruar dhe hedhur 696 kg ushqime, për të cilat inspektorët kanë konstatuar se ishin të pasigurta dhe nga furnizues të panjohur. Nga AUV thonë se gjatë këtyre kontrolleve fokusin e kanë vendosur në lokalet ushqimore, që gjenden pranë shkollave fillore dhe të mesme.
Gjatë kontrolleve është konstatuar se 19 operator kanë vënë në qarkullim ushqim të pasigurt, tek 30 prej tyre janë vërejtur kushte të pakëndshme higjienike për sigurinë ushqimore, ndërsa nga numri i përgjithshëm i të kontrolluarve, 26 nuk kanë qenë të regjistruar si operator ushqimor në Agjencinë Ushqimi dhe Veterinarisë. Siç thon nga agjencia, 16 objekte nuk kanë pasur procedura për praktikë të mirë higjienike dhe praktikë të mirë prodhuese. Në 32 prej tyre të punësuarit nuk kishin kryer kontrollin e detyrueshëm sanitaro-shëndetësor. 3 lokale nuk kishin kryer dezinfektim dhe 7 objekte nuk i plotësonin kushtet teknike. Për këto mangësi, inspektorët kanë shqiptuar gjoba ndaj 77 operatorëve në një shumë të përgjithshme prej 36.470 eurosh. Gjithashtu janë lëshuar dhe 103 vendime për objektet që t'i korrigjojnë parregullsitë e konstatuara, si dhe 23 vërejtje. Ministria e Punëve të Brendshme gjatë një aksion kontrolli të realizuar në objekte hotelierike në Tetov kanë gjetur 25 të mitur që konsumonin alkool. Për këtë rast thonë se do të pasojnë kallëzime përkatëse. Më 15 dhe 16 nëntor 2025 në periudhën nga ora 22 deri në orën 2 zyrtar policor nga SPB Tetov në bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave Publike, Inspektoratin e Punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Tregut kryen një kontroll aksional lidhur me shërbimin e alkoolit për persona dëmitur. Gjatë kontrollit në një objekt hotelierik në rrugën Boris Kidriç në Tetov, u gjetën 25 të mitur, të cilët u testuan me alkotest dhe u konstatua se të gjithë 25 kishin konsumuar alkool, njoftuan nga MPB. Të miturit njoftojnë ata janë dorëzuar tek prindërit e tyre, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihen kallëzime përkatëse ndaj personit juridik dhe personit përgjegjës NP 30 vjeç nga Tetova. LSDM ka 3 ditë që kërkon nga qeveria të mos heshtë dhe t'i nxjerrë emrat e spitaleve dhe mjekëve që i kanë kryer operacionet e panevojshme në zemër tek të paktën 10 pacientë. LSDM theksoi se ky është një skandal i rëndë që duhet të trajtohet me transparencë të plotë dhe përgjegjësi maksimale. Disa ditë pasi opinioni mësoi se në vend janë kryer të paktën 10 operacione të panevojshme në zemër të pacientët, ende nuk janë bërë të ditura detajet se kush dhe ku i ka kryer këta operacione. LSDM ka 3 ditë që kërkon nga qeveria të mos heshtë dhe t'i nxjerrë emrat e spitaleve dhe mjekëve që i kanë kryer këto operacione. Nga LSDM thonë se kanë rënë heshtje papranueshme për skandalin më të tmerrshëm me operacionet, ndërsa ngren dyshimet se qeveria përpiqet ta mbulojë atë. Емоцијата на скандалот е поголема од бројките. Të publikohen të gjitha klinika dhe subjektet private të cilat kanë qenë pjesë e procesit. Të publikohen të gjitha emrat e komisioneve, mjekëve dhe drejtuesve që kanë miratuar vendime. Publikisht dokumtohet se cilët mjek kanë dhënë udhëzime se duhet të bëhen, edhe atë për të gjitha operacionet veç e veç. Menjëherë të dorëzohen pa di penale, pa pritje dhe pa anulime, të aktivizohet prokuroria dhe policia financiare për shkak të indikacioneve serioze për korrupsion. Sipas LSDM-s është e patolerueshme të dërgojnë pacientët dhe të përfitohet ndaj shëndetit të qytetarëve. Mladenovska theksoi se ky është një skandal i rëndë që duhet të trajtohet me transparencë të plotë dhe përgjegjësi maksimale. Publiku e meriton të vërtetën e plotë. Çdo kush që ka marrë pjesë në këtë zinxhir monstruos duhet të përgjigjet, tha ajo. Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike njofton se nga e marta pritet mot i paqëndrueshëm me vranësira, rreshje lokale shiu dhe erë të fortë jugore mbi 60 km/h. Në mëngjes do të ketë mjegull në disa lugina, ndërsa gjatë ditës mot kryesisht i vranët. Temperatura minimale do të zbresë deri në -1, ndërsa maksimalja do të arrijë në 19 gradë. Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike informoi se në ditët në vijim do të ketë një periudhë me mot të paqëndrueshëm dhe paraqitje të mjegullës në orët e mëngjesit. Sipas parashikimit të meteorologëve, nga e marta do të mbajë mot me vranësira të ndryshueshme dhe rreshje lokale shiu, vende më të dendura mbi 30 litra për metër katror. Do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga drejtimi jugor, ndërsa për gjatë vardarit nga juglindja me shpejtësi mbi 60 km/h.
Të hënën në mëngjes në disa lugina do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës. Gjatë ditës, moti do të jetë kryesisht i vranët. Nga fundi i ditës dhe gjatë natës në pjesët veriperëndimore do të ketë kushte për shi lokal të dobët. Temperatura minimale do të zbrezë deri në -1 gradë, ndërsa maksimalja ditore do të arrijë deri në 19 gradë. DPHM informoi se edhe në Shkup, në mëngjes në disa pjesë të luginës, do të ketë kushte për mjegull të lehtë. Gjatë ditës, moti do të jetë kryesisht i vranët. Temperatura në kryeqytet do të lëvizë nga 3 deri në 15 gradë. Sot në Strasburg, qytetarë shqiptar nga vendet të ndryshme në Europë mblodhen para Këshillit të Evropës për të shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hag ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Protestuesit dolën në shesh me pankarta dhe mesazhe që shprehin mbështetjen për ish-udhëheqësit e UÇK-s dhe kërkesën për drejtësi. Protesta pasqyron pakënaqësinë e komunitetit shqiptar ndaj mënyrës se si po zhvillohet gjykimi në Hag dhe synon të dërgojë një mesazh të fuqishëm për drejtësi dhe barazi para ligjit për ish-krerët e UÇK-s. Protesta në mbrojtje të ish-krerëve janë mbajtur edhe në Prishtinë, Hag dhe Tiranë. Njësitë të KFOR-it dhe policisë së Kosovës kanë sekuestruar 10 detonatorë me fitila në afërsi të fshatit Gnjezdan në komunën me shumicë serbe të Leposavicit. Pajisjet janë siguruar dhe transportuar në stacion policor, ndërsa rasti mbetet nën hetim. Ministri në detyri i brendshëm i Kosovës, Xhelal Sfeqla, tha se Serbia përmes bandave kriminale e terroriste vazhdon ende të planifikojë ndërmarrë sulme terroriste në Republikën e Kosovës. Sipas ministrit, prania dhe angazhimi i vazhdueshëm i policisë së Kosovës dhe institucioneve të sigurisë ka mundësuar identifikimin dhe sekuestrimin e mjeteve që, siç u shpreh ai, do të mund të përdoreshin për sulme të rrezikshme terroriste. Ai theksoi se institucionet e Kosovës mbetet vendosura në përballjen me grupet kriminale dhe terroriste që veprojnë në veri të vendit. Ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan ka deklaruar se është jashtëzakonisht e rëndësishme që SHBA-t të mbështesin rendin, prosperitetin dhe stabilitetin në Siri, transmeton Anadolu. Fidan tha se performanca e fundit e politikës së jashtme të Turqisë dhe besueshmëria e saj si partnere e kanë bërë atë një aktor të kërkuar për bashkëpunim në shumë çështje. Bisedimet në SHBA, theksoi ai, përsëri nxorën në pa çështje me rëndësi kritike për të dy vendet, rajonin më të gjerë, si dhe paqen dhe stabilitetin global. Fidan theksoi se përpjekjet e Turqisë për të ruajtur integritetin territorial të Sirisë dhe mirëqenien e popullit të saj, teksa kërkon të ecë përpara së bashku me vendet e rajonit, është një qasje që vetëm shtetet me një kulturë të thellë strategjike mund ta ndjekin. Prania e Turqisë në Siri, theksoi ministri turk, është e natyrshme, pasi adresimi i problemeve të vendit nuk i sjell dobi vetëm Turqisë. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Mirupafshim.